jo friksohesh, po sikur zbutesh para saj. Jo se zbutem, thjesht du me dhënë mendimet e mia, por me një lloj mënyre jo të gabume, se ndoshta mund të kaloj dhe jashtë sikur ne urrehemi ose zihemi ose s'ja dum të mirë njëra tjetrës, kur nuk është e vërtet, unë realisht nuk kam thënë kur që unë e du jashtë Selinën tani, ose me një nominim që ka qenë ajo, unë s'mu ka dëgju një herë nga goja ime që dali Selina. Unë gjithmonë kam thënë për tjerët, a kupton? Dhe prandaj mu më vjen plasje realisht natë, plus kur sonte unë po thoja ironin edhe zinxhirit falso edhe këto gjë, edhe tha, ironi e tha shumë, fol mënyrë tjetër, qetëso, se ajo ishte ishte një ironi zinxhiri. Thjesht për të larë duret edhe e tha mirë dhe arbri. E njëjta gjë që thash unë në klip, tha arbri, sepse ashtu është realisht. Ndoshta ta thash ajo vërtet të ndjen, nuk e vjen dyshim, ama që ajo do shkel. Këtë sanet i shkel për ju? Po. Që do shkelte çdo gjë. Edhe papi turpi, më thonë që s'ke për ty. Dëgjoj. Kur ai tjetër e pranën, po me ato tjetër nga punën, me ato tjetër nga punën. Dhe shumë një që ka u shkëshu për vetë. Normal që nuk dhe e pranonte, se Gimbo është, do me thonë, diçka që për t'i herë se unë me këte person po rri, po kaloj, shpenzoj kohë të mirë, edhe të shëndechme, jetoj e gjitha dhe pastaj ti është bo prajmi dytë, që një herë ha hi. Prajmi dytë me këte, unë vërtet e kam shpirt, ama për t'i herë se po e hum sensin, dhe unë kam për t'i fol. Po, s'du të flas tani se e di që është acaruar, e di që dhe unë s'po kam nerva tani se kam ato të mjetë, nesër kam për të ullë edhe di them, gjosi.